Aleksandar Vučić shkel tokën e Ukrainës për herë të parë që prej shpërthimit të luftës. Presidenti serb ka udhëtuar në mënyrë surprizë drejt vendit që po i reziston përpjekjes së Rusisë për pushtim, ndërsa pritet të marrë pjesë në samitin Ukraina-Europa Juglindore. Njoftimi vjen nga vetë zyra e presidentit serb. Kjo nuk është përtypur mirë nga Rusia, që ka shpërsuar gjuhën me akuza ndaj Beogradit zyrtar se po dërgon në Ukrainë municione dhe armatime. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Maria Zakharova përdori një ton kërcënues teksa shtroi pyetjen për vendin aleat se në anën e kujt janë, të Moskës apo të atyre që i quajti neonazist. Ata që flasin për dëshirën për të zhvilluar marrëdhënie me Rusin për të ndërtuar një dialog me të, duhet së pari të pyesin veten nëse janë në anën e së vërtetës apo të neonazizmit, u shpreh zyrtarja. Zakharova u pyet nga gazetarët nëse kjo vizitë e Vučićit në Odesa është detyruar nga perëndimi që i bën presion vazhdimisht, pasi javë më parë ishte në sheshin e kuq të Moskës për paradën e fitores. Duhet të shtrohet pyetja se me kë do të shoqërohet, çfarë idesh do të ndajnë ata që janë atje, me kë do të identifikohen. Regjimi i Kievit është një regjim që i lavdëroi kriminalët nazist. Shtoi mes të tjera zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse. Nga fjalët Moska kaloi në vepra. Në qytetin ku mbahet samiti Ukraina-Europa Juglindore, ushtria e Rusisë lëshoi një sulm masiv me dronë dhe raketa. Përveç Odesës, trupat e Putinit kanë bombarduar edhe rajone të tjerë. Në Kharkiv raportojnë viktima të plagosur, ndërsa mbrojtja ajrore e Ukrainës e konfirmon se ka rrëzuar 40 dronë nga 85 të lëshuar gjithsej.